Bashkitë shqiptare po hasin vështirësi në ushtrimin e disa prej përgjegjësive që lidhen me zhvillimin ekonomik, mbështetjen e biznesit, bujqësinë dhe mbrojtjen e mjedisit. Sipas raportit për reformën administrativo-territoriale, 2 nga 41 funksione të vetëqeverisjes vendore të analizuara, 6 rezultojnë të paushstruara ose të ushtruara në mënyrë shumë të kufizuar, ndërsa 10 të tjera vlerësohen me nivel të pamjaftueshëm. Në grupin e funksioneve me performancën më të ulët, përfshihen zhvillimi ekonomik vendor, mbështetja për biznesin e vogël, organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik, informacioni dhe këshillimi për bujqësinë dhe zhvillimi rural, si dhe funksione të rëndësishme për mbrojtjen e biodiversitetit dhe kontrollin e ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe zhurmave. Këto janë fusha ku bashkitë duhet të kenë një rol më aktiv në zhvillimin e territorit. Raporti evidenton se një prej problemeve kryesore është mungesa e strukturave të specializuara, burimeve njerëzore dhe financimeve të dedikuara. Shumë bashki nuk kanë specialistë të mjaftueshëm për zhvillimin ekonomik, bujqësinë apo mjedisin, ndërsa administrata vendore përqendrohet kryesisht në shërbimet administrative dhe nevojat e përditshme të qytetarëve. Problematika është dhe më e theksuar në bashkitë e vogla dhe rurale, ku mundësitë financiare dhe kapacitetet profesionale janë më të kufizuara. Këto bashki hasin vështirësi në artimin e projekteve, tërheqjen e investimeve, mbështetjen e sipërmarrjeve dhe përfitimin nga fondet kombëtare apo ato të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të raportit, niveli mesatar i suksesit në projektet e financuara nga BE-ja është rreth 36.4%. Raporti thekson se reforma e decentralizimit u ka transferuar bashkive përgjegjësi të reja, por në disa raste këto nuk janë shoqëruar me burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore, edhe pse transferta sektoriale shëritur nga 7.5 miliard lekë në vitin 2016 në 11.7 miliard lekë në vitin 2024, pjesa më e madhe e fondeve përdoret për paga dhe shpenzime të detyrueshme, duke lënë hapësirë të kufizuar për politika zhvillimi dhe investime vendore sipas Monitor.